Orbër, si e cilësoni marrëdhëniet që i kanë pra tifozoria juaj, grupi i besnikëve me grupe tjera të tifozëve? Pra grupe tjera në Kosovë? Po, grupe tjera të tifozëve. Ne, si tifozori besnikët, kemi marrëdhëniet e mira me çdo tifozori tjetër. Tifozoriet, do të thonë, kur jemi shkuna, do të thonë, tek jashtë Pejës, edhe jemi silë në atë mënyrë që duhet, do të thonë, i kemi përkrah vetëm klubin tonë, edhe ata e kanë përkrah klubin e vetë, edhe kështu që si marrë me kush gjallë për shkak që përkrahit klubit tëne. Edhe i mirë kemi me tifozori tjetër. Orbër, një specifikë veçantë, marrëdhëniet shqiponjat plisat. Tash e sa vite, pra, nuk janë marrëdhëniet e mira, edhe përkundër këtij fakti, pra shqiponjat gjithmonë ku lun Peja, ata udhtojnë për në Prishtinë, rreziqet dihen, mirë po plisa tash e sa kohë nuk kanë ardhur në Pejë. Po gjithherë jem mundu që të organizohem në atë mënyrë që gjithë shkojnë edhe të vinë, do më thonë vajtjet edhe ardhjet bëhen pa probleme. Po thëmë kushtimisht na jem tradhtu disa herë në Prishtinë, na ka ndodhur mu tradhtu, edhe gjithë herë shkaktari ka qenë tjetër. Në më thonë një herë e paraqesi një kryetar, mbas ande e paraqesi një kryetar edhe kërkush se merr fajin mbi veti. Ka ndodhur edhe s'po foli, do më thonë për vjedhjet e takimeve, të mëramen herë falë Zotit në ligën profesionale në vitin 2004. Nuk patën fuqi me na vjedh se ishim të përgatitur të luajmë në Ligën e Evropës, se jo të luajmë në ligën profesionale të Kosovës, se ishim ekip me 12 lojtar fantastik, ekzistojnë xhirimet, edhe me një 15.000 tifoz fantastik që të mbushen sheshin e qytetit. Po të thëmë, plisat duhen me kërku falje publike, gjithashtu edhe arpazhikt, për me mujt me ardhë në Pejë, me mujt me ardhë. Na s'mundem janë ndalu kërkuj me ardhë, po kur dikush është fajtor, a i në vetë e ndim fajnë edhe e din që se ka vendin me ardhë, se e din që gjithmonë ka njerëz të irritum edhe të frustrum, që mundet me ardhë deri të ndonjë ekces. Ata të mëramen herë kanë qenë në futboll edhe i dim sjelljet e tyne të mëramen herë në futboll të madh po foli. Kem pa një grup tifozëve besnik që kanë duar trokit krejt kohën, ndërsa ata kanë shajt edhe ju ka dalë punë me polici, se aty ne ju del punë me tonë, se në ndeshje vinë të përgatitur ose ma drejt thëmë drogum ose të pitë. Janë asi rruga që të banesave me të cilët na s'kem të bojmë, as dojmë me bo, do më thonë na dojmë një njerë që na garanton. Të mëramen herë është folë që do të bohet një farë pajtimi, po plisat tash i kanë dy kryesi, që i kanë edhe në basket, se shpesh herë ndërlidhet me basket, kështu që s'ki me kënd bisedon. Na jem djem të fjallës, edhe na dojmë me mbajt fjallën, që kur t'i qojmë njerëz, ose fëmijën e dikuj në palestër, na duhet me marrë dhe një farë përgjithësi mbi veti, se do më jena edhe ma të vjetër, unë për veti i kom 43 vjetë, i marrë dhe djalin me veti, shpesh herë në palestër në Pejë ka qenë mbushun edhe me gra, me motra, me shokë. I kërë shtu desha të ndërlidhem, pra përmendet që shumë shpesh, pra në palestrat tona kishte edhe njerëz familjar, po e vinte tër familja për ta shikuar një ndeshje basketbolli apo handbolli, mirë po me të filluar fyrjet, me të vërtet nga më të rëndat, më nuk kemi kësi raste, pra më familjarët rrallë herë vinë. Po tash, me ramjen e kvalitetit ligës ka ardhë edhe deri te mosardhja e njerëzve. Unë si isha pajtu që është krejt deri te fyrjet, ndoshta ka ndiku, ose mos thëm i kisha da 50-50, po me ramjen e kvalitetit. Me ramjen e kvalitetit në palestër, se më ram isha i pranishëm lojën miqësore Peja Bashkimi, jena dalë të mbërdhim, për lojtarë dhe s'po të foli, se na kem qenë shtillum, dhe më thonë të pregaditum për dimen, na si kushte nuk mundesh me priti as spektator, as tifoz, as do më thonë gjysa e farit i mbet organizimit në ndeshjeve, ose edhe tash mjetet financiare i diktojnë gjitha, na e dim në krizë është bota, e jo Kosova janë e vogël, po ma merr mendja se me rregullimin e ligjit për sport, besa edhe kur ligji fillon mi kry punët e veta, se i gjykon ata njerëz që bojnë problem, ose e bën ndales, ose rregull që nëse vazhdojnë fyrjet prej njënës anë tribina, shumë lehtë është
me ligj, e zbraz tribinën, po jo policët me ardhë dhe mi shiku ndeshjet, e tifozët me lujt valle, se thojnë, kur s'ka mace, mi të hedhin valle, adin? Kështu ndodhë edhe në përsala, policia duhet më kone këthyme ka tifozt, duhet me qenë njerëz të kujdestar të organizum për klubit, po klubit me zjarin mi përmbush gjitha obligimet ndaj federatës, regjistrimi i lejtarëve ato, e jo më dhe të meret me organizim, se kemna dhe sigurime private, cilat shumë mirë munden mu vendos, po varësisht prej kvalitetit ndeshjes, qysh e sheh kryesia e klubit, bëhet edhe organizimi ndeshjeve, po edhe me mbledhje me tifoz, gjë që s'ndodh me klubet tona, tifoz thirrën veç kur kanë nevojë për shumë përkrahje, jo t'jenë edhe pjesë e klubit, ose ndonjëri për kryetarëve ose kryesisë tifozëve, pa marrë parasysh, ajo besniket apo shqiponjat, të diskutoj mrenda antarësisë ose mrenda kryesisë klubit, edhe të merret me organizim të shnosht të ndeshjeve. Qofse na synojmë Evropën, prej cilës na jem shumë larg, me të vërtet jem shumë larg, se na spari nuk kem infrastrukturë për Evropë, që unë sot pe pranoj besën e pejes në Evropë, po besa pejes ka ku mi lujt ndeshjet. Do më thonë, është problem infrastruktura, me rregullimin e infrastrukturës vjen, do më thonë, deri te thollat ose deri te investimet, atëherë investohet edhe në klube, kur ka fuqi kryesia, ajo punon edhe me tifoz, merret me edukim tifozëve, besa edhe në për shkolla, atëherë krejt sendet kanë më shku më mbarë dhe më mirë dhe më mërmendje që në fund gjithë do t'jem të organizu më mirë. Arbërët, cilat janë përgatitjet e grupit e tifozëve besnikët për vazhdimin e kampionatit? A keni ndonjë përgatitje të veçantë, ndonjë këngë të re? Kur jemi të këngët, vitin e kaluar, pra kemi dëgjuar në për qytet se jo besnikët kanë marrë këngë nga shqiponjat, jo shqiponjat nga besnikët. Sa është e vërtet kjo? Do të thonë, klubi tifozëve besnikët vazhdoi me përgatitjet me të tjeshme, tani do t'ja nisë edhe kampionati. Sa i përket këngët nuk janë të marrë as të azuara nga kërkush, këngët janë qytora, dhe më thonë. Kemi disa nga tifozët besnikët që merren me këngë, disa merren me gjëra tjera, i kemi të caktuar, dhe më thonë, krejt punë të ndara, dhe diçka tjetër si shumë është. Arbër, kjo puna këngëve, ju sigurisht e dini jeni edhe pra një person që i përcjellin edhe takimet e futsallit, penzës, të klubit handbollistik Besa, a keni dëgjuar ndoshta ndonjë këngë të besnikëve që më të vërtet ka qenë e shqiponjave? Tash du me të tregu, Xhamadanin via e këndojnë krejt shqiptarët. Do më thonë, edhe rreth flamurit e këndojnë krejt shqiptarët, do më thonë, kur këngët janë hite, kanë qef mi marë tonë mi këndu. Edhe në qofë se unë këndu, në s'kem gjohë kundër asaj pse unë këndu, do më thonë, kanë qenë hit ose kanë qenë të mira, krejt tifozët e botës huazojnë këngë, huazojnë edhe strata jo, do më thonë, nuk është ndoj problem huazimi, edhe po të huazohet, s'ka problem, edhe po t'ja ndryshojnë tekstin, s'ka problem, shqiponjat i kanë këngët e veta, njihen me këngët e veta, do më thonë, na kem identitet, i kem këngët, i din gjithë, shumë këngë prej tyne ku marrë pjesë edhe vetë, po edhe shumë tjera kanë shkruar edhe djemë tjerë që sot fatkeqësisht nuk janë në mesin tonë, ka edhe prej atyne që kanë vdek, tragjikisht, ka edhe prej atyne që gjendja ekonomike ja u ka diktu që kanë vyft mu shpërngull edhe me shku në botën e jashtme, ka shumë prej tyne që kanë shkru këngë, me këtë rast i përshëndes, është Tiki që i bon makjatot më të mira në botë, është Mini, është ka plot tjerë, po ja, kështu është edhe me këngë, do më thonë, këngët kanë mu shkru, ka djemë të ri, ka djemë të meqëm, neve edhe danin a iknëm këngët, peja është mret për basket, fillojnë edhe këngë tjera, himni i pes, ma mërmendja është besa besën të akum dhanë, s'kem problem, do më thonë, se kem problem me këndu atë këngë, e tash në qofë se dikush pak ja ndryshon tekstin, a ja përshtat vetë-vetit, tek e fundit, na jem për sport, sporti do të egzistoj me ne ose pa ne, pa marë parasysh me besnik ose me shqiponja, po veç le të jetë sporti për para. Arbër për fund, kishit mund të, do më thonë, në këto një apo dy refrena të ndonjë këngëve të shqiponjave. Sigurisht me klasi do të jetë. Po janë këngë këto, por këto ngjyra. Po për këto ngjyra, sari, ezi, ka plot tjera, ka dhe ato që s'duhet mi këndu e që i kem këndu, po
nuk ka lidhje. Ka shumë këngë peja. Arber, po ju a keni ndonjë këngë ashtu të veçantë që e këndoni me gjithë qef në takimet që i zhvillojnë klubi futsallit e Besa, natyrisht himni është gjithmonë prezent, Xhamadani via via gjithashtu, po ndonjë këngë tjetër? Kemi edhe disa tjera, kemi o Besa jon, ti për ne e kampion, se për ty po këndojna, kemi, domethënë, edhe këngë që i kemi qitë edhe vetë, cilat i kënojmë për çdo ndeshje që kemi. Pyetja fundit është pyetje e përbashkët për ju të dy, si e shihni ndoshta që një ditë të bashkohen besnikët dhe shqipunjat? A është ndoshta e mundshme kjo? Po, sa i përket nga tifozë besnikët, mund të më bashku, domethënë, edhe presim që të bashkohem të arë me të afër, domethënë, edhe ti përkrojmë edhe në këta dhe këta neve, domethënë me ranë, domethënë razime, fjalë me. Emri i grupit të përbashkët? Si do t'jetë? Atëherë mbetet e shihet, domethënë, nëse vendosim me bashkëpunu. Arber? Unë tash për krahje po, krejt jo në rregull, po ma mërmendja që i takon të vjetrive gjithë me vendos, na jem grupi vjetër. Ma thonë, jem matë vjetrit, ndoshta ndër matë vjetrit në Kosovë, kështu që s'kisha pa të arsysh me ndru emën, se edhe klubit Besa atër ishtë duhet me ndru emnin me këthy në ardhëmëria, se na e kem pas edhe budusnosti këtu, po ishtë duhet me ndru emna shumë, ma mërmendja që për gjitha mund diskutohet përveç për emën. Emni është i pa diskutushëm, kështu le të mbetë, do më thonë nuk ka kompromis, gjitha tjerat mund të bëjmë kompromise edhe numër të antarëve, edhe në organizim, ndoshta, po thomë kushtimisht edhe për ngjyra mundet mu diskutu, po për emën nuk mundet mu diskutu. Emni Shqiponjë është emën i rezistencës, është emën i kahmoqëm, edhe është emën që flen në shpirt çdo qytetarit pes, në momentin kur përmenden Shqiponjat, atëherë veç ki një emocion tjetër. Une në jetën e përditshme jom shumë normal, punoj punën teme, edhe punoj me shumë knaqësi, edhe momentin që hynë palestër, mu veç më këcen adrenalina dhe unë ndroj, do më thonë automatikisht i përkushtona tifozërisë, edhe merë në ajo ka ndodhë, edhe në futsal, mës ta përseris sa herë, do më thonë qëllimi janë i fundit, edhe qëllimi është nosh ma mërmenja, është që na ti përkrahim klubet, që të hecim për para, të riorganizohen, e me riorganizim të klubeve edhe tifost ma mërmendja se do t'jenë për çdo ditë edhe ma të mirë. Mysafirë të nderuar, ju falenderoj shumë. Ishte me të vërtet kënaqësi kjo bisedë me ju. Shpresojmë që klubet pejane të na gëzojnë edhe këtë vit, së paku sikurse vitin e kaluar. Sigurisht që kjo bisedë do të jetë shumë domethënëse edhe për ata tifozë të cilët do të vinë të antarësohen, pra si në Shqiponia ashtu edhe tek besnikët. Rivaliteti ekziston, por sigurisht që kjo nuk ju pengon që të japni dorën në një tjetrit. Sigurisht, kjo edhe emnin ma ka marrë kur gjose. Ju falenderoj shumë.